الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تندشم besimtar falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Jemi duke jetuar ditët e veçuara, të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar nga ditët e tjera dhe ibadetet në to, adhurimet në to i vlerëson më shumë se sa adhurimet në ditët e tjera. Prej adhurimeve që i kemi përmendur dhe vazhdojmë të i përmendim, nga se i ka përmendë Allahu në librin e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, janë agjërimi në këto ditë në veçanti, agjërimi i ditës së Arafatit, që është një ditë para Bajramit për të cilën u rikujtojmë besimtarve agjëroni për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, kush agjëron këtë ditë, Allahu subhanahu wa taala ja fal gjunat e një viti të kaluar dhe vitet të ardhshëm. Pastaj ibadetet e tjera prej tyre në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë shtonin këto dita fjalët la ilaha illallah, Allahu akbar, elhamdulillah. Për shkak se kështu vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dhikrin këto dita është më i vlefshëm dhe më i shpërblyer te Allahu subhanahu wa taala se sa dhikrin e ditët e tjera, për shkak të hadithit të saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka dita që ibadetet i vlerëson e i shpërblen Allahu subhanahu wa taala më shumë se sa ibadetet në këto dita. Pastaj është thirrja e kurbanit për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit, dhe është një traditë e vjetër, jo prej të Ibrahimi alayhi salatu wassalam, por prej të Ademi alayhi salatu wassalam. Nga se bita Ademit kanë preje kurban, edhe masanena ka vazhduar deri te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ngjarja e cila është e njohur për besimtarët, por se njerëzimi prej se ka ekzistuar në këtë dynjë kanë prej kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prej se ka ekzistuar njerëzimi kanë bë kurban për hir të Allahut. Fasalli li rabbika wanhar, atëre faluni për Zotin e juve, falni namazin edhe thërni kurban, për shkak se ata të cilët e kanë kundërshtuar ose ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata janë dalë fare, por edhe ata të cilët nuk falen e nuk fliojnë për Allahun subhanahu wa taala në aspektin e dinit kanë dalë fare, nuk ka asnjë gjë prej fesë në trupat në vetet e tyre.
Pastaj është falja e namazit Bajramit dhe ibadetet e tjera të cilat vinë këtë Bajram. Prej ibadeteve të tjera të cilat vinë këtë Bajram janë tekbiret, me të cilat besimtarët kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ushtonin rrugët e tyre dhe tregjet e tyre duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Edhe pse ata të cilët dëshirojnë me sulmue fenë e vërtet, edhe shprehjet fetare mundohen me i qitë sikur shprehjet të dorës së dytë. Tha Allahu Akbar, po dhe kjo me thonë Allahu Akbar, bashkë që kjo është shprehja e muslimanëve dhe bashkë që shtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo duhet më konë veçori e besimtarve në këto raste në familjet e tona. Inshallah Allah subhanahu wa taala na mëson edhe rrugët e tona, tregjet e tona me i bën me tekbire. Por se aty ku e ke mundësien duhet me shfrytzu në familjet e tona, vetë fëmijët e tonë, në këto dita me thonë sa ma shumë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Në ajetë Allahu subhanahu wa ta'ala thotë li tukabbirullaha ala ma hadakum. Edhe arsyen se pse e falenderojmë dhe madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për shkak se Allahu është ai i cili na ka udhëzuar. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala mëson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me thonë për vetë edhe me thonë na falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa ta'ala që na ka udhëzuar në këtë fe wa ma kunna linehtedje leula an hadana Allah, për shkak se ne kur nuk kishmi mujt me udhëzu në rrugën e drejtë, në fejnë e drejtë, po mos na udhëzonte Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne nuk jemi të udhëzuar në Islam për shkak të aftësive tona, as për shkak diturisë tonë, as për shkak pasunisë, as për shkak dukjes, as për asnjë arsye tjetër, por vetëm me mëshirën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Men yahdihillahu fala hadiya la. Kush këndon që e udhëzon Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka kush e humb. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti o Muhammed nuk mundesh me udhëzue kënd dëshiron ti, por e udhëzon vetëm atë që dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse e shifni, është detyrë e muslimanëve me përhap fen, edhe me avquar deri te veshët e njerëzve dhe sytë e njerëzve librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çështja e udhëzimit nuk është për shkak të davetit ton, as për shkak të angazhimeve tona, as për shkak të aftësive në shkrime, as në xherime, por vetëm atë që udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ka pas njerëz që e kanë pa vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por nuk e udhëzuar. Kanë dëgjuar direkt prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk e udhëzuar. Kanë qenë në Mekë kur ka zbrit Xhibrili në Medinë, por kanë qenë munafikin. Por të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, të madhrojmë Allahun subhanahu wa taala për atë që na ka udhëzuar. Pse është kaq e rëndësishme që na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala? Në një hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke ecë me Umar ibn al-Khattabin radhiyallahu anhu, dhe i ka thonë, nuk ke besu, ose nuk ka besu o kërkush derisa t'jem unë, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma i dashur të ai se sa pasunia ati, familja ati dhe vetja ati. Umar ibn al-Khattabi ka thënë, ja Rasulullah, oj dërguri Allahut, unë ty du ma shumë se sa pasunien teme dhe familjen teme, por vetën teme du ma shumë se sa ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Umar, nuk u bë imani që duhet hala. Dhe për një moment të shkurt, Umar ibn al-Khattabi kthehet dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, tash ty e duhet më shumë se sa dhe veten teme.
Ibn Omar, djali Omar ibn al-Khattabit, thot ma vonë, se ka qenë prezent këtë ngjarje, e kom pyet babën, çka të ka bërë ty e ka shpejt? Sa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se familjen e pasurinë ty e du ma shumë se sa ata, por veten time e du ma shumë. Çka të bëni ka shpejt me ndryshu mendimin edhe, shumë shpejt me i thonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërguari Allahu tash ty e dua ma shumë se sa veten time. Kurse përgjigjen thotë Omar ibn al-Khattabi, kam mendue për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sebepi, shkaku që janë udhëzuar në Islam. Dhe nëse vdesi tillë ka më konë prej banorëve të xhenetit. Dhe është Omar ibn al-Khattabi prej banorëve të xhenetit, pastaj me hadithin e saktë, me premtim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga menja vet, por gjithçka që flet, i ka thonë Allahu subhanahu wa taala kështu me fol. Thot Omar ibn al-Khattabi ka menduar se po të mos ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sebeb, shkak me shpjegimet e tij, me na mësu fjalën e Allahut dhe sunetin e tij, Omar ibn al-Khattabi kish me vdek mushrik dhe si i tillë kish me qenë për gjithmonë në xhehenem. Por këto duhet me falendërua Allahun. Por këto është e rëndësishme pse na ka udhëzuar Allahu dhe pse na duhet me madhru Allahu subhanahu wa taala edhe me zot nalt, edhe në rrugë, edhe në shtëpi, edhe kado, edhe me thirr kurban për këtë Allah, edhe me agjërue për këtë Allah, dhe me fal namaz për këtë Allah, edhe gjithë shka që posedojmë me afru për Allahun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj, namazi jam ose namazi jon, kurbani jon, haxhi jon, ibadetet e tjera, edhe jeta që jetojmë edhe vdekja kur vdesim, lillahi rabbil alamin, janë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është ajo që duhet me bë besimtar të falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala për shkak të udhëzimit. Kurse në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala ka thonë: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse e falënderoni Allah subhanahu wa taala, Allah ka më javështue të mirat e tij ndaj jush. Komentatorët e Kuranit në shpjegimin e këtij ajeti kanë thonë kjo është e përgjithshme për të gjitha mirësitë dhe begatitë që na ka dhënë Allahu. Dhe begatia më e madhe që na ka dhënë Allahu është imani, pastaj udhëzimi në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çështjet e tjera sikur shëndeti, familja dhe pasuria. Për të gjitha çka do që na ka dhënë Allahu, o ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dhe nuk ka ndonjë begati që e kemi veç se Allahu na e ka dhënë, për gjithë se cilën prej tyre që e falenderojmë Allahun, Allahu subhanahu wa taala ka më na shtuar këtë. Nëse falenderojmë për iman, ka më na shtuar Allahu imanin. Nëse falenderojmë për udhëzim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka më na bë edhe më të udhëzuar Allahu. Nëse e falenderojmë për familje, ka më na shtuar edhe më tepër pasuninë edhe gjitha begatit. Le in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni Allahun, Allahu subhanahu wa taala ka më javështuar. Kurse shtimi më i madh është në ahiret. Shtimi më i madh, shpërblimi më i madh për të gjitha falënderimet dhe ibadetet e tjera është në ahiret, ditën kur dalmi para Allahu subhanahu wa taala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë kur nuk ka me bë pare, as pasunia, as familja, as kurrë që kemi posedu, illa man ata Allah bi qalbin salim, përveç ata të cilët shkojnë te Allahu subhanahu wa taala me zemrat e pastërta. Kurse zemrat e pastërta janë ato në të cilat nuk ka kufër, shirkë, nifak të madh, dhe ato zemrat të cilat e kanë madhruar dhe adhuruar Allahu subhanahu wa taala, për shkak se zemra pa pastërt nuk e falënderon, as nuk e madhron Allahu subhanahu wa taala. Kështu që përgatituni për gjitha këto ibadete dhe madhroni Allahu subhanahu wa taala në ditën e Bajramit dhe ditët e tjera. Falënderoni Allahu subhanahu wa taala për begatit që ka mësuar me bëj ibadet, pastaj Allahu subhanahu wa taala do të na mëson me bëj ibadet edhe më tepër. Që na mëson me bëj kurban dhe Allahu subhanahu wa taala na shton këtë mundësi. Që na e mëson me falëndru, e me madhru, e me bëj ibadet e tjera, e me pas atë që e posedojmë dhe Allahu subhanahu wa taala u kthen atyre të cilët e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala. Kujdesuni që ky Bajram, nëse ka në mesin tonë njerëz që s'flasin me musliman ose s'flasin me anëtar të familjes, kujdesuni këto probleme me të i kalu, me i rregullu para se
me ardhë dita në të cilën duhet me u gëzu. Kujdesuni me i rregulluar raportet në familjet e juve, edhe në shoqëritë e juve, edhe në mes vllazërive musliman, nëse ka dikush në borxh në hak ndaj tjetrit, në t'ia bën diqysh e ta kryen këtë dynjë për shkak se ditën e Kiametit pastaj llogaria dhe peshorët më ndryshe. Pastaj nëse ka gatishmëri, ai që ka gatishmëri i pari vlerësohet te Allahu subhanahu wa taala më shumë dhe merr shpërbimin e tij te Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ndeshëm besimtar, Bajramin e falmi inshallah këtu në mesgjid, edhe hapësina është edhe për burra dhe për gra dhe për fëmijë, nëse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ditën e Bajramit i kanë nxjerrë të gjithë besimtarët në vendfalje për me fal namazin e Bajramit, edhe ato gra që s'falen për shkak të periudhave të caktuara, edhe ato kanë dalë në vendfalje veç me dëshmuar me i pa besimtar se ka falen, për këtë mos e neglizhoni falën namazet e Bajramit. Por mos e neglizhoni edhe falën namazet sabah ditën e Bajramit, për shkak se namazi i sabahut është më i vlefshëm se sa namazi i Bajramit. Për kohën edhe aktivitetet që kanë më bën ditën e Bajramit, keni më lajmëruar me kohë inshallah në rrjetet sociale dhe në vendet të cilat na qesmi lajmërime. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.